Në prag të ndeshjes me Vlonjatët, Lirim Kastrati, i cili gjeti golin e parë me Vllaznin në duelin kundër Tiranës, tha se flamurtari ka cilësi dhe nuk meriton të ketë 2 pikë. Megjithatë, pavarësisht kësaj shtoi se kuqeblut shkojnë në Vlorë për fitoren e rallës. Normal që jemi gati edhe dihet synimi i Vllaznis. Janë 3 pikë, kështu që shkojmë nesër për 3 pikë të radhës. Besoj se flamurtari ka cilësi, edhe nuk janë me ato. Nuk i meritojnë vetëm 2 pikë që kanë, kështu që ne jemi të motivuar jo vetëm me flamurtarin, po si me çdo ndeshje, kështu që jemi të ikë për 3 pikë të radhës edhe asgjë më tepër. E vlerësojmë flamurtarin si ekip, kanë cilësi, po për neve, si thash edhe më herët, është synimi vetëm 3 pikë. Do shkojmë flamurtar për 3 pikë të radhës edhe i shoh çunat se janë të motivuar. Nuk kemi pas kohë shumë me festu për ndeshje me Tiranën, kështu që do të me shku nesër për 3 pikë të radhës. Kastrati tha se është i motivuar pas shënimit të golit të parë, të cilin e shënoi ndaj Tiranës. Po më i lehtësuar është për 3 pikë që i morëm me Tiranën, kështu që goli është vetëm një çershie mbi tort, po jam i gëzuar se i ndihmova ekipes me një gol. Po, besoj se ishte ndeshja më e mirë prej që ka marrë këtu. Do të jap maksimumin çdo ndeshje dhe e shoh edhe vetë se në stërvitje nihem mirë. Çdo ndeshje që luaj më ndihmon. Siç kam thënë në intervistat e kaluara me trajneri, beson shumë mu, edhe jam shumë i lumtur se kam marrë te Vllaznia. Po do ketë me siguri edhe ndeshje më të mira se me Tiranën. Vllaznia ndeshjen e radhës në kampionatat të kundër flamurtarit do ta luajë të mërkurën orën 17 në stadiumin flamurtarit të Vlorës. Edhe në këtë duel, për kuqeblut do të mungojë Dros, Charles dhe Çato.